Bëlla derën e shtëpisë, pas meje, dhe pash orën, 3 pas ditës. Shtëpia ishte e qetë, vetëm sa kishte dalë vajza ime me nipin për në park. Mora një gotë ujë dhe ulla në koltukun pranë dritares, aty ku dieli pas ditës më ngrohte gjunjët. Nga dritarja shikoja pemën e mollë snowboard. E kisha mbjell 30 vjet më parë, kur Blerta ishte vetëm 3 vjeç. Tani, pema ishte e madhe, e degëzuar, me livore të ashpër që tregonte të gjitha stinët që kishte kaluar. Ashtu si unë. Seshte se ndihesha plak, por aty, nga të 50-tat, diçka ndryshoi. Në fillim ishte vetëm një ndjesi e çuditshme kur shikoja veten në pasqyrë. Njohja atë grua, por ajo nuk ishte më e njëjta që kisha njohur në të 30-tat. Pastaj erdhën lodhjet e para, ato të pashpjegueshme, dhe netët ku zgjohesha pas një arsye. Por ajo që më befasoi më shumë ishte diçka tjetër. Diçka që nuk e kisha parë duke ardhur. Kur isha 35, trupi im ishte një territor që e njihja mirë. E kisha eksploruar, e kisha dashuruar, e kisha përdorur. Ishte një mjet komunikimi me bashkëshortin tim, një gjuhë që flisnim të dy. Por me kalimin e viteve, ajo gjuhë ishte zbehur. Fjalët ishin bërë më të rralla. Prekjet, jo ato të përditshmet, por të tjerat, ishin bërë si vizita të rralla në një vend që dikur ishte shtëpi. Pastrova gotën dhe e lava në lavaman. U ktheva në dhomën e ndenjes dhe hapa dollapin ku mbanim albumet e fotografive. Nuk isha e sigurt pse, por diçka më shtynte të kërkoja. Gishtat më ndaluan te një album i vjetër, me kopertinë të kuqe të venitur. E hapa dhe era e vjetër e letrës më përshëndeti. Fotoja e parë ishte nga dasma jon. Isha 22 vjeç, me flokë të gjatë të errët dhe një fustan të bardhë që më dukej si një ëndër. Agjimi pranë meje, me kostum blu, duke më mbajtur dorën. Kisha haruar si dukej dora e tij në time në atë kohë, e fortë, e sigurt, pak e djersitur nga nervozizmi. Rëshkita faqet, foto nga pushimet, nga lindja e Blertës, nga ditëlindjet e saj. Pastaj një foto nga 10 vjet më parë. Ishim në plazh, unë dhe Agjimi. Unë me një kostum banje të zi, duke qeshur, ndërsa ai më spërkiste me ujë. Pash trupin tim në atë foto, ende i fortë, ende i njohur. Por tani, me 60, trupi im ishte bërë diçka tjetër. Gjatë viteve të fundit, kisha vënë re diçka të çuditshme. Kur isha më e re, mendoja se bukuria ishte gjithçka. Se të qenit e dëshirueshme ishte një lloj fuqie që zotëroje kur ishe e re dhe e humbje kur plakeshe. E kisha gabim. Ishte një mbrëmje vjeshte, 3 vjet më parë, kur vura re për herë të parë. Agjimi ve unë ishim ulur në divan duke parë televizor. Unë isha lodhur dhe kisha vënë kokën në prerin e tij, siç bëja ndonjëherë. Ai filloi të më përkëdhelte flokët, pa ndonjë arsye të veçantë. Por diçka ishte ndryshe. Gishtat e tij nuk ishin më të nxitueshëm. Ishin të ngadaltë, të butë, sikur po lehtësonin çdo fije floku. Ai nuk po më prekte për të marrë diçka, po më prekte për të dhënë. Dhe unë, për herë të parë pas shumë vitesh, nuk u ndjeva e detyruar të përgjigjesha. Nuk u ndjeva e detyruar të kthehesha dhe të puthja, të ofroja më shumë, të tregoja se isha ende e aftë. Thjesht u shtriva atje dhe e lash veten të ndihesha. Dhe ishte e mrekullueshme. Atë natë, kur u ngjitëm në dhomën e gjumit, diçka ndryshoi. Nuk ishte se bëm diçka të jashtëzakonshme. Në fakt, ishte e kundërta. Ishte e ngadaltë, ishte e qetë. Ishte sikur po mësonim përsëri njëri tjetrin, por këtë herë pa nxitimin e rinisë, pa nevojën për të provuar diçka. Gishtat e tij mbi lëkurën time nuk kërkonin më. Ata pyesnin. Dhe unë, për herë të parë, u përgjigjesha jo me trup, por me shpirt. Pas atij nate, diçka u qel mes nesh. Jo si në fillim të martesës, ku gjithçka ishte flak dhe zbulim. Kjo ishte ndryshe. Ishte si të ktheheshe në një shtëpi që e do, por që nuk e kishe vizituar prej kohësh,
dhe të zbulosh se dikush ka ndezur zjarin në xhak. Gjithçka është aty, e njëjta, po ndriçohet ndryshe nga flaka. I mbylla albumin dhe e vura në vend. Nga dhoma tjetër dëgjova zërin e Axhimit që kthehej nga puna. Hapi derën, hodhi çantën dhe më pa duke qeshur. "Çfarë po bën aty?" pyeti. "Po shikoja fotot e vjetra", i thash. Ai erdhi pranë meje dhe më puthi në ball. Ashtu, thjesht, sikur ishte gjëja më e natyrshme në botë. Pastaj u ul pranë meje dhe mori albumin. "Mos e hap atë", i thash me tallje. "Atje jam unë me atë fustanin e tmerrshëm të dasmës." Ai qeshi. "Unë e dua atë fustan, por më shumë e dua..." Nuk e mbaroi fjalën. Më pa në sy dhe në atë shikim pash diçka që nuk e kisha parë kur isha 22 vjeç. Pash njohje. Pash mirënjohje. Pash një dashuri që nuk ishte më e verbër, por që shikonte qartë dhe zgjidhte të qëndronte. "E di çfarë", i thash. "Le të dalim sonte, diku ku mund të kërcejmë." Ai më pa me habi. "Kërcim?" "Ne pikrisht", i thash duke u ngritur. "Jam në 60 vjeç, kam kohë të mjaftueshme për të mos kërcujer. Tani dua të kërcej." Atë mbrëmje, në një restorant të vogël me muzikë live, Axhimi më mbajti në krah dhe ne u rotuam ngadalë në dysheme. Koka ime qëndronte tek supi i tij, dora e tij në mes të shpinës sime, aty ku lëkura ishte bërë më e butë me kalimin e viteve. Dhe për herë të parë në jetën time kuptova diçka. Të rinjt mendojnë se dashuria është zbulim, se është eksitimi i të panjohurës, etja për të eksploruar trupin e tjetrit. Por në 60 ka mësuar të vërtetën. Dashuria nuk është zbulim, është rikthim. Është të njohësh çdo cep të trupit të dikujt dhe të zbulosh se mund ta duash më shumë tani se herën e parë. Sepse nuk e do më për atë që premton, e do për atë që ka dhënë tashmë. Në shtëpi pas mesnate, kur gjithçka ishte e qetë dhe drita e hënës hynte nga perdja, Axhimi më përqafoi nga pas në shtrat. Fryma e tij e ngroth në qafën time. Dora e tij në barkun tim, jo duke kërkuar, por duke pushuar. Dhe unë u ndjeva më e dashuruar se kur, sepse më në fund kisha mësuar se intime nuk janë vetëm ato momente kur trupat bashkohen. Intime janë edhe ato momente ku shpirtrat pushojnë së bashku, pa pasur nevojë të flasin, pa pasur nevojë të lëvizin, vetëm duke qenë aty, duke dëgjuar rrahjet e zemrës së tjetrit në heshtjen e natës. Tani që jam 60 vjeç, më duan më shumë. Jo sepse jam më e bukur, jo sepse jam më e re, por sepse më në fund e di se si të dua pa kushte. Dhe kjo më bën të denj për dashurinë që marr. Pema e mollës në obor lulëzon çdo pranverë. Lulëzimi i saj nuk është më i bukur se herën e parë, por unë e shoh ndryshe tani. E shoh si një premtim të mbajtur, jo si një premtim të ri. Dhe kështu, në moshën 60 vjeç, jam më e lumtur se kur, sepse më në fund ka mësuar se dashuria intime nuk ka të bëjë me atë që trupi mund të bëjë, por me atë që shpirti guson të ndjej kur askush nuk po shikon. Axhimi fle pranë meje. Unë mbyll syt dhe ndej peshën e krahut të tij mbi hijen time. Nuk është një peshë që më mban, është një peshë që më ankoron. Dhe në atë ankorim gjendet gjithçka.